Tërheqja e prurjeve të mëdha të lumit Osum ka lënë pas mbetje urbane. Pas përmbytjeve të fillim shkurtit, 2 brigjet e lumit në Berat janë të timbushura me plera. Zonat më të frekuentuara të qytetit, siç është Bregu në anë të lagjes Goric, por edhe rruga në krah të Shëtitores, janë të papastruara dhe duket se për këtë gjë nuk shqetësohet askush. Të bezdisur nga kjo pamje, qytetarët thonë se imazhi një qyteti muze nuk duhet të përcillet në këtë lloj forme. Përgjithësia në qytetar është e madhe, jo ashtu, se nuk e ne sllgoj, as biznes që ka, ku edhim vend e pa vend, jo me turna qeska e plasmat që jedhin kështu. Ky popull jemi ne. Nuk ka se zbën as qeveria, vetëm këtu Perëndia na ka dhënë gjithë tipat, por nuk kemi në rregull vetë. Në Berat ke gjyshi ty, po në gjithë Shqipërinë e shturpi më madh. Mbas përmbytjeve të lumi ka lënë shumë gjurmë dhe shumë pasaqilleke në këto vatrat që janë gjatë rrjedhës lumi, gjatë stratit. Do ishte e mira që edhe bashkëria nëpërmjet punëtorëve që ka në dispozicion të bën një aksion, një 2-3 ditor që pastroshin këto, të hiqeshin e të gëmëvoj me vendet të digjen apo të adgjesohen. Por situata sa vjen e rëndohet, pasi përveç prurjeve të lumit Osum, në shtimin e mbeturinave kanë ndikuar edhe